Fenomeni Shkodran Luiz Eli ka surprizuar ndjekësit e tij me një imazh ku shfaqet i veshur si oficer marinar, një pamje që menjëherë të ngjall respekt, kuriozitet dhe emocion, por më shumë se sa uniforma. Ajo që rrëmben vëmendjen është mesazhi i fortë që ai ka vendosur për krah saj, një deklaratë që tingëllon si një betim i heshtur, një rrëfim për një jetë me sfida, me stuhi, por edhe me një kod personal të pashkruar që ai zgjedh ta ndjekë çdo ditë. Nuk jam pjesë e marinës, por kam kaluar stuhi që shumë s'do i përballonin kurrë. Disa bëjnë betime, disa thjesht jetojnë me kod. Unë bëj të dytën, shkruan Luizi, duke i dhënë kështu postimit një kuptim shumë më të thellë, që shkon përtej pamjes apo estetikës. Në këtë frazë përmblidhet një filozofi jete, një përvojë që duket se është e mbushur me sprova, me betejë të heshtura, me sfida që s'janë parë në sy të publikut, por që kanë lënë gjurmë në shpirtin e tij, e që sot ai i shpreh përmes artit dhe fjalës. Fjalët e tij janë kthyer menjëherë në një burim frymëzimi për shumë ndjekës, të cilët e kanë përjetuar këtë mesazh si një motiv për të mos u dorëzuar, për të qëndruar të fortë nëpër rrugët e jetës. Uniforma e marinës, që përfaqëson disiplinë, guxim, sakrificë dhe detyrim moral, në këtë rast është kthyer në një simbol të metaforës që Luizi zgjedh për të treguar luftën e tij të brendshme, të pathënar, të kaluarën dhe rrugën që ai ka ndjekur për të qenë njeriu që është sot. Ai nuk pretendon të jetë hero, por dikush që jeton me një kod të vetin, që nuk i nevojitet një betim formal për të treguar besnikëri, integritet dhe qëndrueshmëri, sepse jeta e tij, vendimet e tij, mënyra si e sheh dhe përballon çdo ditë, janë dëshmi e vërtetë e karakterit të tij. Reagimet në rrjetet sociale kanë qenë të shumta, me komente që lavdërojnë sinqeritetin, mesazhin e fuqishëm dhe përulësinë që buron nga fjalia e fundit e tij, duke treguar se Luizi nuk është vetëm një artist, por edhe një zë i thellë që flet përmes çdo detaji që publikon, duke e kthyer çdo foto apo fjali në një histori me shumë domethënie. Ai nuk flet për famë, nuk flet për suksesin apo dritat e skenës, por për stuhitë e jetës, për kodin personal, për atë që të mban drejt edhe kur gjithçka duket sikur po rrëzohet. Një tjetër dëshmi që Luizi, edhe kur hesht, di të flas shumë.